Po, e ka atë. Jo, nuk. Po gjypresëm për diçka më të mirë. Sigurisht që e shfrytëzuam, sot e dham votën, ashtu si çdo qytetar, e tregoj të drejtën e vet, legjitime që ta japë votën. Kryetari i ardhshëm besoj se e ka marrë mesazhin, cili do qoftë ato që punojnë duhet edhe të vlerësohen, kështu që populli më së miri do ta bëj vlerësimin e vet dhe do të jap votën siç duhet. Njëherë pres që t'jesë çdo gjë fair dhe korrekt, e pastaj kryetari të ri dëshiroj punë të mbarë, të mbërbahet premtimeve, qese më vigjilent, më transparent, dhe mos mirën ama me punët e shekullit kalon, si që është ujti, rrima, rrugët e tje, po faktikisht mirën me gjënët më bashkohare tani, si është zhvillimi i arsimit modern, infrastrukturës, si që duhet dhe shumë gjënave të tjera.